Shikues të televizionit Klan, përshëndetje, do t'jemi së bashku në këtë edicion informativ të mesditës. Kryeministri Edi Rama ka mbledhur sot krerët e bashkive në një takim që po zhvillohet në një prej hoteleve të Golemit. Atje ndodhet gazetari Enkel Xhangoli, me të cilin do të kemi në këtë momente një komunikim të drejt për drejt. Enkel, të përshëndes, çfarë pritet të jetë në fokus të këtij takimi? Turizmi do të jetë në fokus të këtij takimi, ku kryeministri Rama ka mbledhur të gjithë kryebashkiakët, kur dhe në fakt vetëm pak minuta më parë është futur në ambientet ku do të zhvillohet takimi edhe kryeministri Edi Rama, ndërkohë që kryebashkiakët kishin mbërritur disa minuta para kryeministrit. Në fakt, sipas agjendës, zoti Rama do të ketë fjalën e tij hapse të këtij takimi dhe më pas do të jenë dy ministra, të cilët do të kenë edhe fjalën e tyre, siç është ministri i turizmit Blendi Goxha, po dhe ministri për pushtetin vendor Ervin Demo. Pas të kenë mbajtur fjalën e tyre përshëndetëse apo hapse të këtij takimi, do të ketë takime më dyert të mbyllura për sa i përket të diskutimeve të paktën siç janë parashikuar në agjendë për sa i përket zbatimit të strategjisë kombëtare për turizmin për vit 2025-2030, objektivat që janë vendosur pikërisht në këtë sektor, por gjithashtu edhe për sa i përket diskutimeve për rregulloren e plazheve për sezonin të këtij viti, pra për vitin 2026. Po ashtu do të ketë diskutime edhe për sa i përket dhe turizmit në bashkitë që janë jo në vijën bregdetare. Më pas do të ketë diskutime dhe në lidhje me paketën e maleve, por dhe për mënyrën se si turizmi shqiptar duhet të promovohet, kjo ka të bëjë me promovimin digjital, ndërkohë që do të ketë diskutime edhe për sa i përket Akademisë së Pushtetit Vendor apo dhe gradit performancës, ku kryebashkiakët të gjithë prej tyre do të japin një analizë për sa i përket punës dhe projekteve që ata kanë arritur deri më tani, por gjithashtu dhe për objektivat që ata kanë për këtë vit, këtë sezon në turizëm, por edhe për sa i përket projekteve afatgjata që kërkojnë dhe disa vite për të realizuar. Por gjithashtu të gjithë kryebashkiakët do të bëjnë një rezume të punës së tyre dhe do të paraqesin para kryeministrit edhe objektivat që ata kanë për bashkitë e tyre. Më pas do të jetë kryeministri që do të përfshihet në bashkëbisedim, sigurisht e ke parë që edhe në bashkitë edhe në mbledhjet e tjera që ka bërë me kryebashkiak ka patur dhe kritika, por edhe lavdërime për sa i përket kryebashkiakëve që kanë arritur objektivat e tyre. Më pas rreth disa orësh në fakt të këtij takimi, pasi ky takim pritet të përfundojë rreth orës 18, në përfundim të diskutimeve që janë parashikuar në agjendë, do të ketë fjalën e tij kryeministri Rama që do të japë edhe konkluzionet e këtij takimi. Por sigurisht duhet të thënë që pavarësisht se në agjendë është i përfshirë vetëm turizmi, sigurisht nuk mund të shkalohen dhe diskutime për sa i përket temave të tjera, duke qenë se edhe duke u nisur edhe ka situata krijuar nga përmbytjet. Por kjo mbetet për të parë se çfarë do të diskutohet më konkretisht në këtë takim, por sipas agjendës turizmi është fokusi i këtij takimi me kryebashkiakët. Qartë Enkel, të falenderoj për gjitha informacionet që përcolle në studio, ndërkohë një ditë më parë, krye socialisti Edi Rama mblodhi grupin parlamentar të Partisë Socialiste, ku shpalli nisjen e një reforme kushtetuese që parashikon uljen në 100 të numrit të deputetëve në kuvend. Ai tha se opozita sheh ëndra për rrëzimin e tij dhe se nuk duhet të tolerohet pengmarrja e parlamentit. Edi Rama mblodhi të 83 deputetët e grupit parlamentar së bashku me kabinetin qeveritar vetëm 3 ditë përpara nisjes së sesionit të ri parlamentar, për t'u folur për fokusin kryesor ku do të duhet të përqendrohet e gjithë puna dhe energjia e shumicës, ligje që kërkohen për antarësimin në Bashkimin Evropian. Rëndësinë e këtij procesi Rama thot me siguri që nuk e din edhe vetë disa prej deputetëve të kësaj magjorance. Edhe brenda nesh e lëre pastaj në opinionin publik nuk ka një kuptim të qartë për çfarë do të thotë përmbushja e kushteve për të dalë me sukses nga procesi i negociatave. Sfida e sfidave në procesin e negociatave konsiderohet kapitulli mjedisit dhe sigurisë ushqimore, ku Rama pranon se në kushtet aktuale shanset për të mbyllur këtë kapitull brenda 2027-s, siç ka premtuar, janë fare të pakta. Në kushtet e sotme ne jemi të pa integrueshëm për shkak të nivelit të pamjaftueshëm të sigurisë ushqimore sipas kriterit Bashkimit Evropian. Skenarin më pesimist do të thotë që gjithçka që hahet të importohet. Për këtë arsye duhet një super punë. Por ndërkohë që flet për nxitimin në miratimin e ligjeve të kërkuara nga Bashkimi Evropian, Rama ju bën të qartë në formën e një ultimatumi se asnjë mendim i dhënë nga deputetët në shqyrtimin e projekt ligjeve të dakordsuara me Komisionin Evropian nuk do duhet të amendohen, por thjesht e vetëm të miratohen. Jemi besim plot që bazuar mbi atë precedent do të mund të marrim një fazë të ndërmjetme prej 5 vjetësh
pas antarësimit. Pasi dëgjoi të gjithë drejtuesit e komisioneve parlamentare, Rama kërkoi ngritjen një grupi pune që do të hartojë ndryshimet kushtetuese të lajmëruara më parë. Kemi një parlament me 140 vetë dhe fare mirë mund të kemi parlament me 100 vetë. Ambicia e onë duhet jetë që në fund të mandatit ne të kalojmë edhe një reformë kushtetuese. Kërkoi rishikimin dhe respektimin e rregullores së parlamentit për të ndaluar jo vetëm abuzimin me fjalën procedurë, por dhe denigrimin të deputetëve të shumicës nga opozita. Duke u bazuar tek rregulloret dhe praktikat e Bashkimit Evropian, duhet ndërhyrë menjëherë në mënyrë që fjala procedurë mos jetë e barabartë me konceptin pengmarrje. Legalizimi i rrugaqërisë në sallën e kuvendit është bashkëveprim dhe bashkëfajsi. Opozitën që vete qua një çet ignorantësh të ligj, që hedhin vetëm baltë dhe akuza pa bazë, tha se nuk do të presin pafund për reformën zgjedhore dhe ato territoriale. Me ata shumë mirë. Pa ata po aq mirë. Kryeministri pranoi dështimin në reformimin e televizionit publik shqiptar dhe Ministrisë së Jashtme. Nuk kemi për t'i dhënë televizionit publik asnjë lek nga taksat e shqiptarëve, deri kur televizioni publik ti meritoj taksat e shqiptarëve. Çdo opsion duhet të jetë në tavolinë. Edhe mbyllja përfundimtare, edhe privatizimi, edhe partneriteti, edhe çdo gjë përveç saj që është. Ministria e Jashtme është si televizioni shqiptar. Është një tjetër dështim i madh i yni. Nuk është një institucion në funksion të gjithë këtyre sfidave, nuk është. Pse? Sepse nuk është reformuar asnjëherë. Fjalimin e mbylli po me opozitën dhe shpresat e saj për të ardhur në pushtet. Të gjithë ata që shikojnë prej shumë vitesh ëndrrën në beze, thon tironësit, të rrëzimit tim dhe ton, e shikonin shiun dhe borën si antarët e mirëseardhur të koalicionit, dhe nëse ata do vazhdojnë të besojnë që ne do bijem nga shiu, nga bora, apo nga proceset e drejtësisë, ata le të jetojnë me këtë shpresë se në 2027 do habiten kur të mbeten dhe pa ato 5-6 bashki që i kanë sot. Ka nisur fjalën e tij në takimin që po mban me kryebashkiakët në Golem, kryeministri Edi Rama e ndjekim drejt për drejt. Në këto kushte, sigurisht që nuk ka shumë për të bërë në aspektin e përballimit të intensitetit lartë të rreshjeve, por patjetër që ka element të kësaj situate që lidhen me njeriu. Dhe pam se si kjo situatë u ndërlikua ndër të tjera edhe nga papërgjegjshmëria rrënjëse e shumë kujt ndër ne që si qytetar i kësaj Republike apo si vizitor shqipfolës kryesisht, sepse nuk janë turistët e huaj që hedhin mbetjet plastike të konsumit tyre të përditshëm në rrugë, e konsideron këtë vend si një landfill ku do ku ndodhet dhe hedh shishen e zbrazur të ujit apo të pijeve jo alkolike ose qesen plastike, dhe gjithë kjo sasi e madhe që hidhet rrugëve, ku këtu hyn edhe mungesa e një menaxhimi ashtu siç do duhej të mbetjeve të konsumit familjar në territoret rurale, mblidhet dhe fal erës i fillim dhe fal ujrave të ngritur nga këto situata rreshjes intensive, vjen dhe blokon pika kyçe të rrjetit kullimit. Siç ndodhi në Shkozet, siç ndodhi në Gjirokastër,
siç ndodhi në disa pika tjera, për mos i numëruar gjitha, ku pavarësisht punës bërë, dhe për këtë ne kemi raportin e përditësuar të Ministrisë Bujqësisë dhe detajet e këtij raporti lidhur me bashkëpunimin me çdo bashki në nëndor ishin pastruar që gjitha. Ndoqën drejt për drejt një pjesë të fjalës së kryeministrit Edi Rama në këtë takim që po zhvillon me kryebashkiakët e vendit në Golem. Ndërkohë, ne do të ecim më tej. Kryetari i Partisë Demokratike thotë se pas sulmit të hakerimit të sistemeve të SPAK qëndron Edi Rama. Berisha tha se bashkëpunimi i Partisë Demokratike për reformën territoriale dhe zgjedhore do të varet nga dorëheqja e kryeministrit. Sali Berisha akuzoi kryeministrin Rama si organizatorin dhe urdhëruesin e hakerimit të sistemit të SPAK-ut. Kryedemokrati publikoi një pjesë të dosjes hetimore, në të cilën sipas tij rezulton se gjatë një komunikimi mes dy personave të dyshuar, Zambak Gjoni dhe Arnold Rokajt, ky i fundit kishte kontakt të drejt për drejt me kryeministrin dhe synonte t'i dërgonte atij dokumente sekrete për arrestimin e Angel Agaçit. Me datën 21 shkurt, i heturi Zambak kërkon informacion dhe për arrestimin e shtetasit Angel Agaçi. I kishte flet arrestin nga antimafia italiane. Teksa Edi Rama urdhëroi të vetët nga mbledhja e grupit që të vijonin edhe pa opozitën punën për dy reformat, atë zgjedhore dhe territoriale. Sali Berisha nga Selia Blu e akuzoi për krim ndaj shtetit të së drejtës. Unë kërkoj dorëheqjen e tij urgjente. Ndonë se vendimi i gjykatës kushtetuese e konsideroi të zgjatur masën e arrestit në shtëpi ndaj Berishës, por kryedemokratin togat e zeza u vunë në shërbim të Edi Ramës. Me këtë vendim i kanë çel rrugën mbështetjes për Lubin dhe ministrat të cilët mund dënohen për krime monstruoze dhe korrupsion. Janë treguar një seksion politik i Partisë së Krimit ashtu siç janë. Në orët e pasdites Berisha kërkoi nga krerët e degëve mobilizim maksimal për protestën kombëtare të 24 janarit. Është koha e guximtarëve, e idealistëve. Bota e pret me kohë këtë protestë. E krahas protestës, kryedemokrati kërkoi nisjen nga puna për riorganizimin e partisë, duke paralajmëruar përjashtime për çdo tradhtar të brendshëm. Individ të caktuar, të cilët për hir të bizneseve të tyre nuk kanë vend në mënyrë absolute në Partinë Demokratike. Ata të shkojnë tek partia e tyre e krimit. Të tjerë, të cilët zemrimi nuk i lejoi të ngrihen dhe të gjejnë forca të angazhohen në betejën fushat elektorale, në postë drejtuese nuk do mund të pretendojnë ata. 8 ish zyrtar të burgut të Durrësit të vënë pranga për shpërdorim detyre pas arratisjes së Altin Docit kanë dalë këtë të shtunë para gjykatës për të njohur me masën e sigurisë. Mes tyre është edhe ish zëvendës shefi i policisë së këtij burgu si dhe 5 efektivë që shoqëronin 39 vjeçarin përgjatë transportimit në spitalin e Durrësit nga ku i paraburgosuri mundi të arratisej. Për 8 ish zyrtarët, prokuroria ka kërkuar caktimin e masës arrest në burg, pasi dyshohen se nuk kanë zbatuar procedurat e transportimit të një të burgosurit në spital. Për arratisjen e Docit, një ditë më parë, në pranga u vendos edhe ish drejtori i këtij burgu, Indrit Cërloj, ndërsa u la në arrest shtëpie infermierja e institucionit të vuajtjes së dënimit Durrës. Një 45 vjeçari identifikuar si Ervin Kaftiraj është arrestuar nga policia e Tiranës pasi u gjet një pako me 1 kilogram kokain. Prangosja e tij u krye në një parkim në një restorant në periferi të Tiranës, ku 45 vjeçari dyshohet se kishte shkuar për të shitur lëndën narkotike. Pas prangosjes atij u sekuestrua një motor, një armë gjau dhe një armë sportive që u gjetën në banesë. 45 vjeçari ishte nën vëzhgim nga antidroga e Tiranës pas dyshimeve se ai shiste kokainë në zona të ndryshme të kryeqytetit. Shtëpia e Bardh zyrtarizoi bordin ndërkombëtar të paqes që do të administrojë procesin e rindërtimit të rripit të Gazës. Bordi do të drejtohet nga Donald Trump, ndërsa pjesë do të jenë edhe dhëndrit i tij, Jared Kushner, Marco Rubio, Steve Witkoff dhe Tony Blair.
Donald Trump do të jetë në krye të bordit të paqes, organi i ri ndërkombëtar që do të mbikëqyr Gazën sipas planit të paqes të hartuar nga vetë presidenti amerikan që solli fundin e konfliktit 2 vjeçar me Izraelin. Shtëpia e Bardhë shpalli përbërjen e bordit të përkohshëm që do të mbikëqyr procesin e rindërtimit të rripit të Gazës të rënuar. Në ekipin ekzekutiv bëjnë pjesë sekretari i shtetit Marco Rubio, dhëndri Trump Jared Kushner, i dërguari i posaçëm Steve Witkoff dhe ish-kryeministri britanik Tony Blair. Bordi do të mbikëqyr qeverinë e re të teknokratëve palestineze krijuar për herë të parë pas dekadash. Çdo vendim i tyre do të filtrohet nga Nikolaj Mladenov, ish i dërguari i OKB-s, i cili është emëruar përfaqësues i lartë. Ndërkohë, siguria në terren do t'i besohet një forcë ndërkombëtare stabilizimi, e cila do të udhëhiqet nga generali amerikan Jasper Jeffers. Në bordin e nivelit të lartë bëjnë pjesë edhe miliarderi Mark Rowan dhe kreu i Bankës Botërore Ajay Banga. Por ajo që ka ngritur polemika është mungesa totale e palestinezëve në vendimmarrjen ekzekutive. Kritikët e kanë cilësuar këtë strukturë si koloniale, ku fuqitë e huaja dhe biznesmenët vendosin për fatin e një populli pa përfshirjen e tyre direkte. Pavarësisht skepticizmit, plani është miratuar formalisht nga Izraeli, po ashtu edhe nga Hamasi. E me këtë lajm kemi mbritur në fund të kësaj hapësire informative, bashkë do të ritakojmë në edicionin informativ të radhës atë të orës 15:30.